Rikthehemi në studio për të diskutuar në lidhje me ChatGPT-n, këtë asistentin që e kemi pak butona larg. Inteligjenca artificiale na ka lecu maksimalisht jetën sepse po marrim informacione të shpejta, po sa rrezikshme është me e përdor jashtë mase. A di me u bë të varur, a mundet me na ndiku në shkollim edhe në vendin e punës. Harvardi ka bën një studim kohëve të fundit, duke marrë për shembull studentët, duke ju dhënë mundësinë që të kyçen në ChatGPT, por jo në rastin që t'ja u japi gjërat e gatshme, por t'i pyesi ChatGPT-ja sepse a kanë mësuar mësimin. Në studio sot kam të ftuar profesorin e teknologjisë, zotrin Agim Sherifi. Zotrin Sherifi, faleminderit që jete kohë që ti je bashkë me ne. Faleminderit juve, mirë se u gjej. Pjesë e studios është edhe Jon Gashi, student në Fakultetin Filozofik. Joni, faleminderit që ishe sot me ne. Faleminderit që u gjej. Profi, po e nisim me ty. Ti je shumë afër studentave çdo ditë. A mendon se përdorimi i ChatGPT-s po ndikon në një mënyrë se si studentët po mësojnë, po hulumtojnë me një farë mënyre edhe shpojbojnë edhe detyrat? Me ardhjen e OpenAI, që na ka mundësuar ChatGPT-n, po e themi që nga fillim vitit 2023, e shohim që studentat kanë filluar, në fillim ishte përdorimi jo dha aq i madh, po me kalimin e këtyre viteve, kohëve të fundit është duke u përdorur nga studentat në mënyrë, mund të themi në mënyrë të vrullshme, nga çdo student, nga çdo lami e mundshme. Nuk është që ChatGPT e përdorin vetëm për TIC ose robotik, po atë janë të përdorur në të gjitha fushat, në të gjitha sferat të ndryshme, bazuar në për histori që ka pasur, janë të duke përdor edhe nxënësit nga mosha të ndryshme deri te ato moshat e larta, po në përgjithësi është duke përdor me shumë të madhe. Profesor, ty dje punu edhe me fëmijë më të vegjël. A e sheh që kanë filluar me përdor ChatGPT-n edhe për gjërat e thjeshta, edhe për detyrat, edhe a e sheh shqetësuese përdorimin me kaq mas tek studentët dhe nxënësit? Ashtu është, me thënë të drejtën, unë nuk jam duke mësuar aq thellë ChatGPT-n fëmijëve, duke përfshirë moshat e reja, shkak se mendoj problemi i madh dhe kryesor që mundet me qenë është duke na hub kreativiteti ynë. Prandaj, shoh që disa nxënës që janë më të shkathët në anën teknologjike, nxënës të moshës të re, dinë dhe kuptojnë se çka është ChatGPT dhe kanë filluar edhe ata ta përdorin. Por unë mendoj se mund të jetë e rrezikshme nëse përdoret prej moshës të re, pra që nga fillimi, shkak se ata e kanë një periudhë që duhet me arrit kreativitetin e vet. Edhe dembelon me kalimin e kohës. Profesor, du me të pyet, në arsimin këtu në Kosovë mundohemi dhe japim maksimumin që ta forcojmë këtë mendimin kritik. Është ajo që na ndihmon në të ardhmen. A mendon se inteligjenca artificiale, ChatGPT-ja më në fjalë, është duke dëmtu, do të thotë, këtë mendimin kritik që kaq shumë po mundohemi me e formsu? Pikërisht jemi te pika kryesore. Këto është dëmtimi i madh që mundet të na bëj ChatGPT, duke na dobësu mendimin ton kritik. Shkak që me kalimin e kohës ne mund të bëhemi parazit shumë të mëdhej dhe mund të themi se jemi njerëz të lidhur në rrjet. Nëse ne nuk kemi rrjet, nuk kemi më as fjalë. Jemi duke fjetur. Këto është esenca dhe problemi kryesor që do të na vijë ndër vite. Jone, si student du me të pyet, cilat janë kufijt e etikës në këtë përdorimin e ChatGPT-s, po sa e përdor ti ChatGPT-n si student? Po unë si student për ChatGPT, inteligjencën artificiale, jam përdorues, po jo shumë përdorues i madh i inteligjencës artificiale. Tash pse kjo jo shumë përdorues i madh? Duke e parë parasysh, do me thonë që, siç e përmendëm këtu, informacionet janë të shumta, janë të shpeshta, krejt dim këto. Po çka është e keqja kësaj? E keqja kësaj është që këto informacione na nuk e kemi asnjë lloj sigurie që janë sakta ose të vërteta. Pra na thjesht mi marr ato informacione, pa u siguruar të paktën një herë që janë sakta, nuk është bashkë e mirë në mendoj, pasi që na mundem me përdor informacion gabum, akoma pa qenë dijeni që është informacioni gabum. Do thotë ChatGPT-ja na jep bruto materialin, edhe ai informacion mundet me qenë edhe i pasakt. A të ka ndodhur gjatë kohës që ke qenë duke kërkuar për detyra, esej ose kërkime shkollore, që ChatGPT-ja nuk ta ka dhënë informacionin e saktë? Po. Ka ndodhur, do me thonë, mundet me të jap një ngjarje të gabueshme, ose me përmend ngjarjen, po brenda asaj elemente me përdor të gabueshme. Kjo është arsyeja pse ta përmenda që duhet ato burime mu shiku një herë para se mu përdor. Do të thotë, a ndihesh rehat duke i besuar AI-t në atë formën e saj, se AI din ChatGPT-ja, inteligjenca artificiale, din me dhënë edhe material të saktë. Po a ndihesh rehat kur të duhet me kërku diçka edhe të duhet me dorëzu tek profesori?
kjo që e bën atë pyetje për me dërgim të profesori direkt unë jo. Pse jo? Se për shembull nëse është ju bën një hulumtim, pra pjesa e studentit është një pjesë e ligjëratës që e merr nga ligjëruesi profesorin fjalë, soll, ta ligjeron. Po pjesa tjetër është edhe përgatitja pra punimeve seminarike, hulumtimi, që është shtyllë shumë e rëndësishme për një student, që ai domethënë me zhvillu jo vetëm njohurinë e përgjithshme, por edhe njohurinë pra të hulumtimit, bazimit domethënë fakte, verifikimit të tyre. Kjo bëhet më së miri atëherë kur na vet i hulumtojmë, i kërkojmë këto fakte, edhe pastaj na i analizojmë, i faktojmë, edhe nga domethënë ato burime ku i kemi marrë se janë kredibile. Kështu që unë më shumë dina rahat kur e bëj një hulumtim vet, edhe e shoh për shembull prej nga ka marrë, edhe e kam verifiku, se so prej ChatGPT-s. Pas me përdor materialin e ChatGPT-s duke e kombinu me tëndin. Jam i sigurt që ki kolegë në fakultet që e përdorin me të madhe ChatGPT-n, që po e shohim gjeneratën tonë. A mundesh me vrejtë se kanë fillu nashta me u dembelos disa kolegë që e përdorin gjatë gjithë kohës? Po. Kjo është mundet më po mas miri, pra të pjesa një studente e ka pjesën domethënë përgatitjes hulumtimit. Ky hulumtim domethënë do të më përmbledh, do të më rishiku, pastaj ti duhesh edhe me shkruaj me fjalë tua atë hulumtim. Kjo është domethënë pjesa që ti zhvillon aftësitë, ti zhvillon ato aftësi që janë akademike. E këtë pjesë ChatGPT-ja pra të bën pasiv, ta hub pra këto. Ti nuk mundesh me zhvillu diçka nëse ti e marr diçka të gatshme. Nëse ti vet e hulumton edhe me qenë për shembull se përmendeni një hulumtim për ChatGPT-s, ti e hulumton edhe ato e verifikon, atëherë është okay. Po me marr diçka të gatshme pa shkruar vet, nuk është e mirë. Nuk është produktive. Nuk është do të kthehemi këtu se du me undalë tek mendimi kritik, po ndërlidhe me një herë në këtë pyetje me profesorin. Si mundet me dallu një mësimdhënës, sepse e dim që kemi mësimdhënës të grup moshave të ndryshme dhe ka prej tyre që ndoshta nuk e dinë se çka është ChatGPT-ja. Si mundet me dallu një profesor se materiali është i gatshëm prej ChatGPT-s ose është i shkruar prej një studenti, edhe a është hall kjo për profesorat? Realisht është një hall i madh për ne si mësimdhënësa, shkak se jemi duke e u has në vështirësi me këtë çështje. Po si çdo herë, sikur tek viruset dhe antiviruset, edhe këtu kemi domethënë toolsa ose vegla të cilët po na mundsojnë me kuptu se është një shkrim i një punim i bërë me ChatGPT, me OpenAI, ose çfarë do të qoftë me inteligjencë tjetër artificiale. Mirë po, me kalimin e kohës, ChatGPT është duke përditësuar, tash së fundimi nëse e bëni me pagesë, kuptohet, kemi premium dhe ultra premium që janë kostot të ndryshme, u mundson që edhe ato veglat, ato tools që janë ekzistuese momentalisht, nëse mund të quhet, mos mu detektu nga ato momentalisht. Pro veglat që i kemi, nëse tash së fundimi është përditësuar, edhe e bëjmë komplet me ChatGPT, veglat, toolsat që ekzistojnë, thanë se jo, është në rregull. Do thotë është shkruar me dorë. Mirë po, presim që me kalimin e ditëve, edhe toolsat, edhe veglat të përditësohen dhe ta kuptoj prapë që a është apo nuk është? A nuk është, gjithmonë ka me qenë kjo, është nuk është. Profesor, du me të pyet, a mendon si profesor i teknologjisë edhe të bjeme punu me studenta, a duhet të ishte lejuar ChatGPT-ja me u përdorë me mas ose në një mënyrë të kontrollume në aspektin e mësimit? është pyetje shumë e vlerë, por është shumë e rëndësishme dhe e rëndë, se unë nuk mendoj që ChatGPT-n mundemi me klasifiku, pra me dhënë një farë limiti. Megjithatë, kishte qenë me që ka ardhur, është e re tek ne, është mirë ta përdorim, por limitin se si ta vendosim ne është shumë e vështirë, se nuk kemi vegla se si ta vendosim një limit ose një studentit ose një mësimdhënësi, sidoqoftë me pas një limit të caktuar se sa mund ta përdorë. Megjithatë, çdo send që ekziston në internet mund të përdoret nga ana pozitive, po ashtu edhe nga ana negative. Andaj e gjithë kjo varet prej karakterit njerit se sa dëshiron me përdor. A dëshiron për të mirë, po mundet me përdor edhe për dukuri qera negative. Absolutisht. Profesor, ta zëm që i kemi studentët përpara, cilat janë ata kufijtë e etikës që duhet me ia vendos vetvetes gjatë kohës që ne përdorim ChatGPT-n, do thotë cilat janë ato limitet që ne duhet me i nda. Shembull, nëse po e bëjmë një punim seminarik ose çfarë do punimi tjetër, edhe krejnë në fund, çka do të shtojmë na te bibliografia? Thjesht kemi me shkruar ChatGPT. Sepse kemi marrë gjithë po bazona nëse e marrim burimi komplet nga ChatGPT. Ne nuk e kemi hulumtu asnjë web, asnjë libër të botuar, asnjë libër digjitale,
thjesht kjo është etika ku ne ja humbi edhe të drejta autoriale për atë shkrim, se dikush shkrimin që ChatGPT na jep neve, dikush atë shkrim e ka bërë. Por ne, si bibliografi i themi, është nga ChatGPT. Thjesht edhe kjo është një etikë ku ne ja humbi vlerat e për autoriale për çdo shkrim që ndoshta bëjmë. E bëjmë me një farë forme plagjatur. Plagjatur, po është thjesht plagjatur, sepse nuk dim cilën paragraf ose cilën pjesë ta citojmë se kush dhe si ku është shkruar. Prandaj si profesor, tregom, cila është një mënyrë që një profesor me vlerësu studentin, po pa ja thonë mundësinë, do me thonë, me përdorë ChatGPT-na. Në base me anë të kohës dhe zhvillimit teknologjisë, do të me ndryshuat qasin, me fillu ma shumë, me i pyet studentat me gojë, se me pas vlerësimin në klasë. Si me ndonë, profesor? Kisha thonë që vlerësimi dhe përdorimi ChatGPT-s mos të jetë aq i thellë në për mësimdhënie, shkak se po e kalon për tatësinë dhe ne me një anë nuk po vlerësojmë nxënësin ndoshta. Vetëm po bëhet ai si interpretuesi i ChatGPT-s, i asaj që ChatGPT ja ka dhënë. Prandaj kishta më thonë që vlerësimi më real kishte me qenë në mënyrë të direkte, duke mos e përdor ChatGPT-n. Përndryshe, ajo është duke përdor me të madhe dhe nganjëherë ka raste që nxënësit nuk e dinë edhe çka është të shënuar brenda, sepse veç ka bu copy edhe paste, send, save as edhe o shkrim. Edhe ta mendojmë, profesor, që këta nesër mas nesër këta student do të bëhen doktora, do të bëhen inxhinier, do të bëhen arkitekt. Joni, a ke mendu që përdorimi i ChatGPT-s në një formë ose në tjetrën na i dëmton atë mendimin kritik, sepse kur shkruajmë vetë e kemi një farë natyre me dhënë atë nuancën tonë. Po, kjo pra është edhe ajo ona që e bën një tekst njerëzor. Pra, një lëmtim që është i bum vetë, ose edhe nëse nuk ka lëmtim, po thjesht një tekst i joni që është i bum, ajo ka domethënë natyrën e shkrimit personit që e ka shkruar, animet e tij. Edhe në qoftë se në shkencë, ai normal që mundohet me qëndru neutral, pasi që këto e kërkon shkenca, mirë po prapë ka një lloj hulumtimi edhe shkrimit vet. Ndërsa në anën tjetër, kur ti ja merr informacionin të gatshëm, në anën tjetër çat informacion që edhe përmendi profesori që ai merr dhona domethënë prej databazës në internet. Ka revista, ka libra, gjithçka në formë digjitale. Ky program pra i merr ato dhona në mënyrë shumë shpejt edhe na i paraqet neve. Na jo që nuk po kemi një mendim kritik me arrit me shkru, po edhe na t'ja marr veprën e dikujna, edhe ndoshta edhe pa dije, me dije, pe marrim si tonën, edhe kjo do me thonë e qenë plagjaterizëm si që përmend. Joni, si student, sa e sheh që jemi të vetëdijshëm për këtë punë e ChatGPT-s? A jemi të vetëdijshëm se çka po përdorim, që mbase po i mbyllim dyert vetvetes gjatë kohës që ne marrim një material të gatshëm dhe nuk e mësojmë edhe e marrim notë edhe po e kalojmë? A jemi të vetëdijshëm si shoqëri, si rini? Unë mendoj që me fillim na nuk kemi qenë të vetëdijshëm. Pasi që kur dojtë domethënë aplikacioni edhe u bë trend nga jo vetëm tek ne, po krejt botën, u pasi një ndihmë shumë i madh. Pra të vyke një informacion e merrshe me një herë. Përpara hyshe në Google e kërkojshe edhe hishe në artikuj ose në linqe, tash ti veç e shkruan diçka edhe të vjen. Kjo na u duk neve si shumë lehtësuese edhe krejt botës kështu. Po ty fillu ty depërtu kjo në çdo sferë, domethënë, duke përfshi këto edhe arsimin, pra si në shkolla, si në universitete, kjo si dukuri filloi më kthy në anë negative. Se pra hulumtimi shkrimi jon filloi mos u përdor. Ne fillum domethënë ty marr diçka të gatshme, thjesht nisi domethënë si për informata shpejta, çaj domethënë në anë negative. Jon, ka raste që na duhet me marr një shkrim edhe me pak fjalë mundohemi me marr diçka. Ka raste ku me pak fjalë tona na ndërlidhet një tekst edhe nganjëherë ndihemi më produktiv. A thua se është diçka që vlen do të thotë që ti me pak fjalë tuat e merr një produkt më të madh dhe mundesh mundi më produktiv? Absolutisht. Pra produkti që ti e bën, edhe nëse ai shkrimin e saj, domethënë është më i shkurt se sa një tekst që ai kishte marr për interneti, për ChatGPT, si po bie fjala, ajo neve na jep domethënë në fund edhe shohim rezultatin ton. Është një arritje jon ajo që kemi arrit ne me shkru. Pavarësisht as sa del ajo e mirë ose e keqe, mundimi jon me arrit deri në atë rezultat është diçka që është pjesë domethënë. Kur kush nuk din me një herë me shkru diçka të mirë. Kret fillojmë gradualisht edhe pastaj step by step që thojmë, hap pas hapi, na zhvillohemi më mirë. Po çu bëhet kjo? Kjo bëhet domethënë veç ty provu vet. Ty provu, ty dështu, po edhe ty arrit rezultate të mira, të pritura, ty dëshiru më shumë. E kur diçka ti e merr gatshme ti nuk ja jep vetit mundësinë kur me zhvillu ato. Me një anë shohim që profesorat nuk e dojnë fort këtë ChatGPT, po a do doje që profesorat ishin më të hapur për këtë përdorimin e ChatGPT-s edhe inteligjencës artificiale?
po përdorimi i inteligjencës artificiale, unë personalisht do me thonë, mendoj që nuk duhet me shku në nivele shumë dhoja, sidomos në fushën e arsimit. Se është pjesa, do me thonë, që i përmenda e studentit që e merr ligjëratën prej profesori, pastaj normale e ka pajisjen e tij literaturat, i ka slajdet, edhe e ka pjesën e ushtrimeve ose ulëmtimit që e bën vetë, do me thonë, në shtëpi, me thonë me një fjalë. Edhe inteligjenca artificiale neve mundet me na ndihmu edhe në mënyra të mira. Qysh janë mënyrat mira? Mënyrat mira është neve me na udhëzu hapat çka me bu. Edhe pastaj na ato hapa me shku brenda hapave vet. Jo mi marr krejt sendet e gatshme, por me shërby si një lloj udhëzuesi. Prof, po na ikin minutat, po nuk mundem pa të pyet. A mendoni se do të vijë një ditë ku profesorët munden me u ndryshu, do të thotë me u zëvendësu për inteligjencës artificiale? Okej, për gjatë historisë, çdo risisë teknologjisë ne i kemi thënë wow. Do të thonë diçka që ka ardhur para 20 viteve, i kemi thonë wow, kur e shikojmë tash, ndoshta ajo është edhe papërdorshme, sepse ka qenë e kohës dhe tash ndoshta është e vogël, ndoshta është e papërdorshme. Tash së fundimi kemi thënë ChatGPT-s wow, apo sepse është një risi që na ka ardhur. Çdo teknologji në fillim i themi wow edhe mendojmë se është shumë e mirë, por me kalimin e kohës e kemi shohim atë neglizhencën. Kështu që nuk mundemi me i thonë wow, që ndoshta edhe të ardhmen mundet edhe me zaventu. Prandaj, mas 10 viteve ndoshta do t'i themi ChatGPT-s, s'qen ka konsent, po, ta është wow është. Kështu që jemi të shku në të Profesor, pyetjen e fundit, cili është mesazhi juaj për nxënësit që e përdorin inteligjencën artificiale pa e kuptuar thellësinë e saj? Shumë mirë tha dhe studenti jon, që ne mund ta përdormi si vegël për me na ndihmu, për me na dhënë disa mendime dhe ide, edhe jo për ta kompletuar komplet një punim ose çfarëdo tjetër që ke, m'ia dhon titullin, ka me punu këtë pikat, edhe mos me e kuptu se çka ka në brendësi ChatGPT realisht, ku me një copy-paste, me dorëzu një projekt të tillë, kishte me qenë shumë e dëmshme si shoqëri. Prandaj, kisha apeluar që çdo nxënës, çdo student, le ta përdor, sepse është një vegël shumë e mirë, na ndihmon, na përshpejton, mirë po, mos na hupe produktivitetin ton, sepse na çon edhe drejt shkatërimit të vetvetes. Dështimit. Profesor Agim Sherifi, faleminderit shumë që gjete kohë që ti jesh bashkë me ne. Jon Gashi, student, faleminderit shumë që erdhët sot për me diskutu për këtë temë kaq interesante. Ishte kënaqësi ime, faleminderit.